أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. I madhi Allah Azza wa Jall në vazhdim, pasi që ceku sa ta që fari dënojnë këtë dënja, i nënçmëje i për bugzi, dhe ju premtoj se dënimi i ahiretit do të jetë shumë më i rëndë se sa dënimi i dunjas, ka lënë me ne dhe përshkruan dënimin e ahiretit për ta. Për qofart jo besimtarët në përgjithësi. Dhe thot Allahu: Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. S'ka dyshim se idhujtarët apo kriminalet janë në një huti, wa su'ur dhe në një zjarr të madh. Innal mujrimina fi dalal. Vërtet mujrimin, Allahu i quajnë mujrimin, kriminalet, idhujtarët, pabesimtarët, të cilët e mohojnë Allahun, pa të drejtë. I mohojnë librat e Allahut, pa të drejtë. I mohojnë argumentet e Allahut, pa të drejtë. E mohojnë ringjallën, pa të drejtë. I shkelin, i te i kalojnë kufijt, të cilët i ka caktuar krijuesi, pa të drejtë. Andaj me të drejtë, i madhi Allah i quan kriminal sepse kanë bërë krim. Se krejt këtu janë krime. Nuk është krim vetëm me myt njeriun. Ajo është një krim prej krimeve të shumta. Vërtet, kriminalet janë fi dalal. Në këtë dënja në dalalet. Janë në huti, janë në mjegulli, janë të humbër, kanë humbër rrugën, nuk dim pse jetoj, nuk din çka i pret, nuk din ku kanë me shku, nuk din pse në kriju, la ilahe illallah. Pra kundër të ati që është i udhëzuar, e din pse ka ardhë, nga herdhe, kush e krijoi, e din synimin, qëllimin e ardhes së tij në këtë dynja, e njeriu ka mision, dhe ky e din misionin e tij që ka në këtë dynja, andaj është i udhëzuar, dhe është në dritë, ndërsa ky është në terr. Pra këta janë në errësirë, janë dalalet në këtë dynja, janë në huti në këtë dynja, janë në mjegull në këtë dynja, wa su'ur, ndërsa në ahiret janë në dënim të dhimbshëm. Zjarr të madh, sa'ir, su'ur. E pastaj tregon se si do të shkojnë ata që janë zjarr, të humbur këtu, të humbur atje, të hutuar këtu, të hutuar atje. Thot Allahu: "Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu mas saqar." Atë ditë, pra janë të humbur këtë dynja,
Dhe do t'i prek zjarët, dënim i zjarët i ashpër i ranë në ahiret, atë ditë kur tërhiqen zhagazi, me ftyra për toke, të lidhur me pranga me zinxhir, tërhiqen zvarë për në zjarë, dhe nuk din ata ku po shkojnë, nuk din ku po qohen, kush ku po i qojnë, haber nuk kanë dhe që din që i mirë jo të merë po, pra të humbur në këtë dënja, të humbur në ahiret. Dhe thuhet aty në dhuku mes sekar, vuajeni dënimin sekar, vuajeni, shijone dënimin e Allahut, për ata që e keni bërë në dënja. Sekar është emër për emra të gjehnemit, është lloj për lloj të gjehnemit. Atau, rahimahullah, ka thonë, është dërejgja e 6 për të poshtë e gjehnemit. Sepse gjehnemit është dërejgje të poshtë. Gjenetë dërejgje për pjetë lartë. Sa ma lartë në gjenet, je ma ngritur dhe më mirë. A nëpse ke gjenetë është i mirë, e sa ma poshtë në gjehnem është më rëndë më të mërshëm, a nëpse ke gjehnem është të mërshëm. E në fund fare krejt, jenë munafiqët. Inë munafiqine fit derkil asfali minë nar, munafiqët janë në fund, në gradën, shkallën, katin e fundit, bashkë me Firaunin, bashkë me Iblisin, dhe Iblis atij plot, që ka pas dënjaja. Allah na ruaj. Pra thuhet atyne, shijane, dënimin e gjehnemit, për ata që keni bërë këtë dënja, ju thatë se ne mundum pejgamberi dhe s'ka kush që na mposhtë neve. Jo menduat se jeni të pamposhtur, jo e mohuat ringjalljen, jo i luftuat dhe kundërshtuat të dashërit e mi të cilët u sëllën krejt që ka kërkut ju shfarë dhe mrekulli e kërkut u sëllën. Krejt prej zeminit këpëkos nuhit e randejt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krejt nuk më jaftuan dhe ja tash. Ata që ja u bënën e bët me durë të tua për punuat, vuan e tash. Në gjehnem, Allahu në ruajt. Në vazhdim, thëtë Allahu azza wa jal, inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar. Çdo gjë. Ama çdo gjë çka kemi bërë, e kena bërë me qadar. Ma bukfal e kemi krijuar me mas të caktuar, apo e kemi krijuar me qadar. Pra, edhe këta që pëjtenoj, që të ceken më heret, pa dhe ata që i shpërblem e që i cek pak më poshtë, po edhe qilën dhe tokën, po edhe shdo krijes që kanë qilën dhe tokë, po edhe shdo vepër që i bëjnë krijesat të qiejve dhe të tokës, dhe s'par ka me styrë. Çdo gjë dhe bashkë çdo gjë është me qadar. Me qadar. Dhe mbrana kaderit, caktimit të Allahut te bareke ve taala. Kështu që ky ajet, siç thot Ibn Kathir, dhe ajet e tjera që kanë kaluar më herët, edhe vinë edhe më vonë, disa prej tyne, si fjala vija, wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira, dhe Allahu është ai që ka krijuar çdo gjë, dhe ka rregulluar si duhet, apo ajeti kuranor, alladhi khalaqa fasawa, walladhi qaddara fahada. Allahu është ai i cili krijoi çdo gjë dhe përsosi, i cili përcaktoi, e orientoi, e udhëzoi krijesat e tij.
Dhe shumë ajete tjera tregojnë vërtetësinë e kaderit. Dhe se kaderi, respektesh besimin kader, është bazë prej bazave të tauhidit, është shtyllë prej shtyllave të imanit, është kusht prej kushteve thelbësore për të konsideruar një njeri se është musliman, se është besimtar. E që i bie me besu se çdo gjë në këtë dynja, çdo gjë, ama bashkë çdo gjë, deri tek fjalët e tona, e veprat e tona, e sjelljet e tona, e kaderët e tona, e smundjet e tona, e frymarrjet e tona, e ushqimet e rrezikut ynë, e fëmijët e tonë, e jeta jonë, e vdekja jonë, dhe çdo gjë, dhe krejt çdo gjë, të ëmbla qofshin, apo të hidhura të qofshin, të randa, të lehta, të mira, të këqija, qysh dush e mërtoj, janë kader dhe mranda kaderit dhe asgjë nuk del jashta kaderit të Allahu te bareke ve taala. Çdo gjë është me dijen e Allahut, mranda dijes së Allahut, me vullnetin e Allahut, me urtësinë e Allahut, me dëshirën e Allahut, me fuqinë e Allahut. Me dijen e tij të hershme. Këto janë cilësitë mëdha të Allahut. Pra të arsye, Imam Ahmedi thot, ai i cili e mohon kaderin e ka mohuar dijen e Allahut azza wa jall. Pra sipas tij Allahu s'po di ka kur gjë. Subhanahu wa ta'ala. E ne ehli sëneti nuk themi ashtu. Ne ehli sëneti themi se Allahu i madhruar çdo gjë ka krijuar. Asgjë në mënyrë absolute nuk del jashta kaderit Zotit te bareke ve taala. Asgjë. Për ata është edhe shtyllë prej shtyllave që të sekon me herët të imanit. Wa bil qadri khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Po besojmë edhe kaderin për postira që të sekon me herët. Hajr dhe shar. Çka do të qoftë min Allah, është prej Allah. Te bareke ve ta'ala. E Allahu shar nuk bën, po insani quan shar me fjalërin e tij dhe mentalitetin dhe psikologjinë dhe me dijen e tij, ajo titullohet, emërtohet, perceptohet sa një kaq jo i mirë, si punja fatkeqësive, çështja fatkeqësive, kaderreve, fokarallokit, smundjeve, vdekjeve, e tjerë. Nësa nuk e qunë të mira këto. Andaj nuk fajsohet që nuk e qunë të mira, por fajsohet nëse mohon se nuk janë kader. Por fajsohet nëse mohon se nuk janë kader. Për kaderin kemi folur edhe më parë. Por flasëm edhe prap pak për që rikujtuar dësave për juve, apo edhe atyre të cilët në ndëgjojnë me pas, sepse edhe sade kësaj dite e vrej që nuk janë të pakta ata musliman, madje dhe intelektuale të shkolluar, me shumë keqardhje, për i tyre dhe hëgjallar të shkolluar, me kualifikime fetare të larta, të cilët në kader janë veç Zoti rahmet boft në ta. Veç Allahu boft rahmet në ta. Andaj një pjesë e madhe miletit vazhdojnë të qalojnë në kader. Për me thesu këtë mesele, themi, kaderi i ka 4 shkallë. Nëse kuptojmë vetë që tjera tanë në maleh të kemi kuptu. Kaderi i ka 4 shkallë. Shkalla e parë, besimi në dijen e hershme të Zotit. Andaj, nëse ne e pytim dë njërin për juve, apo na e pytim dë kanë në rrugë, plakat në anët tona,
të shkolluara, të pashkolluara. Për çfarë do ngjarje që ndodh? Pyetje. A ka ditë Zoti që ka më ndodhë që kjo ngjarje se ka ditë? Të gjithë thojnë po, e ka ditë. Mirë shumë. Të parën e krytëm. Kjo është shkalla e parë. Dija e hershme e Allahut. Dhe Allahu me dhjetra jetën na tregon se ai di çdo gjë dhe na instinktivisht e dim që Allahu i di çdo gjë. Tabaraka wa taala, si fjala vija jeti kuranor, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, tek ajën tjelsat e fshehtësive, nuk i din askush për postina, wa ya'lamu fil barri wal bahr, ai e din çka ka detë dhe në tokë, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dhe nuk ka gjethe që bie poshtë, gjethe. E që ai nuk e din, wala habbatin, e as ndonjë grimc, thërmi, fi dhulumatil ardi, në errësirat e tokës, wala ratbin, wala yabisin, illa fi kitabin mubin, e as gjëra të terura, apo të thara, a ku do qoftë e që nuk është të shënuar, fi kitabin mubin, në lauhil mahfuz. Çdo gjë e din Allahu. Edhe është allamul ghuyub, ditë pshefta din çdo gjë. Pra, çdo musliman e din, është i bindur se Zoti i tij, që është Zoti jam dhe gjithësisë, ka dija absolute. E kryetën parë. E dyta, besimi në shënime në shënime. Në shënime të caktimeve. Sikur se ka jetë që ke këto, apo dhe ma qartë, hala ma shqip, hala ma qartë, se hadithi Ubadet ibn Samit, i cili thëtë se pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thonë, inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam, gjësendën e parë, që krijoi Allahu ishte al-qalam, kalemi, fa qala lahu uktub, dhe i tha shëna, e kalemi tha, Rabbi, wa madha aktub, zët e që ka me shënu, kur s'ka kur gjë, që ka me shënu, qal, uktub me qadire, kulle shejin, hatta të kumë sa'a, Allah i tha shëna, me qadir, kadirët, krejt që kanë më ndodhur të gjdo gjëje, dhe rinë kiamet. Dhe këto janë të rujtura pastaj në lauhil mahfudh, fi kitabin mubin, që e cek me lartë. Çdo sen e ka shënu Allah. Pra, e ka ditë se ne kemi mbledh në këtë kohë, pasjatësisë, në këtë ditë të mërkurë, me indëgju këto ajete koranore. E ka ditë. E ka ditë se ka ditë, e ka ditë gjithsesi. Shkaj. E ka shënuar i madhi Allah. Për ata hadithi tjetër, kështë hadithi më Mahmedit e Abu Dawudit e Tirmidhiut e Tirmidhi ibn Albani Sahih të tjerë, hadithi tjetër që është Muslim, kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Allahu i ka shënuar qadirët e krijesave. Hadith Abdullah bin Amr bin As, ndërsa ai më lart ke i Ubadet ibn Samit. Allahu i ka shënuar katebe, kaderët e krijesave të tij 50,000 vite para se ta krijoj qiellin dhe tokën. Hadithin Muslim. Pra, katebe i ka shënuar. Kjo faza e dytë. E kuptuam dy faza. Faza e tretë, besimi në vullnetin e përgjithshëm të Allahut. Bane me. Besimi në vullnetin e përgjithshëm. Dëshirën vullnetin e Zotit. E që i bie. A mund bëhet diçka o filan pa dashur Zotit? Jo, Allah thot nuk bëhet. A i e thellë i bindur këtë? Pa, vazhdo me qenë i bindur deri në kiamet. Dhe për këtë, ke sot të dush ajete dhe sot të dush hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot të dush.
wa ma tashauna illa an yasha Allah. Ju nuk mund të dëshironi pa dashur Allahu, nuk mund të dëni ju pa dashur Allahu. Walau sha Allahu ma ashraku. Po të dënte Allahu nuk do të kishin bërë shirk. Dhe sot të dush ajete, hadithe, pastaj atje hadithi kudësi nëse mblidhen instagjin të partë të mram të kej dynjaja mundohen me të bëkeq, pa dash Zot a mund bëkeq? Jo, po dhe nëse mblidhen I pare I mrami, nëse gjin në kej qa ka kërjesat dhe dhe me të bën një hajrë, po pa dash të Allah mund të bëjnë hajrin? Jo, vullneti për gjithë shumë I Allahot. Dënë Allah më ndodhë kështu të dënë. Por tash këtu të vullneti Zotit, lindin kalablak në pyetje. Si, fjallavije e qysh me dash të Zoti, më bu një e keqe. Për ta sharua këtë që të qalojnë shumë njerëz, sikur se që kanë qalu këta koftlatet, muhtezilite, gjehmite, kaderite, këta kanë qaluar, këto dhe kanë rëshqitur. Dhe kanë humbur në dynja, dhe kanë humbur në ahiret. Vullneti, dëshira e Zotit është dy lloje, A dhe B. Vullneti shariatik. Vullneti shariatik. Vullneti shariatik është Allahu a ka thonë falno, po Zoti jo mbi 80 herë në Koran ka thonë falno. Dhe ne falemi. Po pa dash Zoti a mund të falemi? Jo. Andaj kur falemi ne, ose kur agjerojmë ne agjerojmë me vullnetin e Zotit. Me dëshirën e Zotit. Kështu që është dëshirë vullnet shariatik. Ka urdhëru, dëshirën më ba. E ka dit, e ka shënu. Faza e tretë ka vullnet, dëshirë me ba. Dhe ne e bojna. Dhe është I kënaqur me te. Dhe na shpërblen. Po mranë vullnetit tina. B. Vullnetin natyror. El-irade, el-kaunije, el-qaderije, I thojnë në terminologjinë e akides. Është vullnet natyror, mrena kaderit. Ku është I përgjithshëm. Aty hinë veprat e mira dhe veprat e këqija, urdhëresat e Zotit dhe ndalesat e tina. Pra Allah, qysh ka thonë, hynë në xhami, falo, atët ka ndalu, mos shka me bëndë një vepër të kufrit. Dikush e zgjedh këte, dikush e zgjedh ate. Ose, këti I ka thonë mëse mëtë insanin në robin më zdër gjak, dhe kësh ka në shpeton një gjak, një njeri, kësh ka në mbyt një njeri. Ky I parë është mëra në vullnetit shariatik, dhe shpërblet shumë, që shpetoj një njeri, ky tjetër është mëra në vullnetit natyror dhe ndëshkohet rënd për veprën që e bëre. Asnjani pa vullnetin e Zotit së në bën. Por të parin me vullnet dhe shpërblen për te, dytën me vullnet, por jo I kënaqur. Wala yarda li ibadihi al-kufr, ka thonë Allahu. Nuk është I kënaqur me kufrën në rrëbëve tina, por I lën me bë kufër. Sepse me desht Allah I bën me zërë musliman njerëzit. Pra, dija Zotit e hershme, shënimi veprave, e treta vullneti I ti për më bosenet. Asgjë nuk del ashta vullnetit Allahut azza wa jall. Tani këtu ka shumë urtësina, ka urtësi. Pse Allah e zgjedh atë, pse nuk e zgjedh te, pse falet të djalë, pse këtë vajze, e pse na të shtypën, pse ata të ngritën, pse ky pasur, pse ai varfën, pse urtësit Zotit që të mbrana krijesave të tina, që ai bën çka don fundja. Po jo që është me kuptue ligjet e Zotit tonë, te bareke ve taala, me theks të veçantë me kuptu kaderin e Allahut tonë. Mënyrë që me qeni qetë, qka do të që ndodhë pastaj, qka në hadith, mos thënë pastaj, leu faltu këdha, fe inë leu teftahu amelu shëjtan. Mëse të kësha bokështu, ku ndodhë, dhe qka thuj shkaja, pun ka konë kader, nga se leu, sikur, ti hapë dyrë të shëjtanit, e që I bjetë shtë ndëshim, ka shkru burë, mëse ledhë më, të mledhë men për të ardhmen, ka konë kader,
se pritëm, se deshtëm, se lëpëm, po nashta o kanë hajër, ndodhe që ka ndodhe. Kader, mos thuj tash leu sikur. Kjo është faza 3. Dhe faza 4 është besimi në krijimin e përgjithshëm të çdo gjëje. Allahu khaliqu kulli shay, Allahu krijon çdo gjë. Sepse është el khaliq. Këto janë 4 fazat e krijimit, 4 maratib, shkallë, më thonë, të kaderit, të cilat nëse ne i besojmë, ne jemi të qetë në kader. Dhe s'kem problem në kader. Për ata ulemat e ehle sunnetit, mësë shumëti janë fokusuar besimin e shëndosh në lartë madhërinë Allahut. Tauhidul uluhiyya, tauhidul asma wa sifat. E me theks të veçantë, tauhidul asma wa sifat. Sepse tek asma wa sifat, emrat cilësitë e Allahut kanë rëshqitur shumë fraksione. Deri sa dhe kësaj dite. Duke mohuar që Allahu flete, duke mohuar që Allahu ndëgjëne, duke mohuar që Allahu shikane, të mohuar si cilësitë madhe të Allahu rrunë në zëtë. Andaj ehli sunneti janë fokusuar në këtë pikë. Me besu Allahun që ka përshkruar ai vetveten e tij. Dhe pejgamberi i tij, Zotin e tij, e qaj më së miri të një Zotin e vet te bareke ve taala. E pejgamberi më së miri kanë kuptuar dhe kanë marrë me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj ka për akide të gjeneratave të para, hiç mos hajde man kitan. Dhe kaq. Çështja tjetër, këtu i kanë kalu pastaj, këtu lehti kanë kalu. Besimin me laçe, besimin në libra të shejta, besimin në pejgamber, besimin ditën e gjykimit, sepse muslimanët besojnë ditën e gjykimit krejt. Po kur kanë shkuar te fundit, besimin kader, këto janë nal tash gjatë. Pse e nal gjatë? Sepse kanë dalë argat të shejtanit në gjysmën e dytë të shekullit të parë, e që i bie fundi periudhës e sahabëve radiallahu anhum në Irak, një besimtar atje në Fesagji, quajtur me emrin el-Ma'bad el-Juhani. Dhe i pari ka thonë se s'ka të bëj kurgjë me dijen e Zotit. Çdo sa njeriu vepron çka don vet. Dhe më pas, prej tina është themeluar një fraksion i quajtur kaderi, që ata se në qujtë, ehli sunneti kanë qujtë kaderi, se kanë mohu kaderën komplet. Kanë thonë Allahu sen zdin para se me ndodhë gjërat. Në thamë më herët Imam Ahmedi ka thonë, ai që mohon kaderën, e ka mohu dijen e Allahut, e që bje ka mohu Zotin krejtë. Ka mohu Zotin krejtë. Pra kaderit kanë thonë se Allahu nuk din, gjërat nuk i din, as e ka krijuar, as nuk e di që ndodhen, robi i krijon vetëm, i krijon, pra ka krijues, robi bën veprat, bën çka don, e pastaj Zoti e merr vesh, pasi të krijon robi, pasi të vepron robi, hajrin dhe sherrin. Dhe këta janë quajtur me gjus hadhel umme, me gjusit e këtij ummeti. Dhe janë quajtur njerëzit më të këqij të ummetit islam që kanë dalë për ummetit islam. Më të këqij. Kanë ardhur pas tyre Mu'tazilit, që janë shërr pak më i vogël, këta nuk e kanë mohuar dijen e hershme të Zotit. Ka thonë, jo, Zoti sa ne ti din. Me di ti din, ama robi i krijon, Zoti si ka shkru. Ja, Zoti nuk ka shkru. Robi vetë i krijon, robi vepron, e pastaj kjo dije hershme Zotit po, amo ka shënim nuk ka të kadereve. Disa prej tyre thonë, Allah i ka shënuar veprat e mira, ndërsa veprat e këqija i shënon robi vetë i vepron. Për atë arsye ulemat e mëdhenshëm, si Esh'ariu dhe të tjerë, kur i kanë kritikuar Mu'tazilit shumë, kanë thënë Mu'tazilita
Këta thojnë se janë dy zota. Zoti krijon hajrin, ne krijojnë sherrin, po ka kum krijues. E që i përngjan me gjësive atje të përsis, të cilë thënë Zoti terrës, Zoti dritës, Zoti hajrit, Zoti sherrit, se Zoti dritës krijon mirë, marë, senet mira, Zoti errësirës krijon senet këqija. Ka thënë gjashme me të zidit, pra. Pastaj ka nërë Gjebrit, të cilët janë ekstrem tjetër, krejt të fraksion ekstreme janë, të cilët kanë thonë, s'kërkën se janë ata, si janë apalë. Në fakt, çdo sen është e saktuar për Zotit, dhe robi asë një zgjidhje sot të vogël nuk e ka. Pra, robi është robot. Është robot. Nuk mund të bëj asgjë, s'ka liri të lëvizjes, liri të veprimit, çdo gjë është për Zotit, dhe njeriu veç që kryen funksionet e Zotit, urdhrat e Zotit, sikur në robot që jep programin, e programon dhe pastaj vetë vepron që e ka urdhëruar ti, po nuk e thënë urdhat e tua. E që krejt të fraksione jenë në dalalet. Allahu na ruaj. Pra, besimi ka derë është shtyllë e imanit, dhe një hliseneti nuk duhet të lëhatin punë të kaderit. Allahu krijon çdo gjë. Nuk shkon në robi me pyet. E mu kujtu e mire, pëse Zoti ma qaj kitë mirë, për pëse ma qaj kitë keqe? Pëse të mirën ja kana, të keqen si ja kana. Kullun min indillah, thujo robi jam, kajtë jënë për Zotit, edhe kje dhaja. Për pëse ka kriju këte e dinaj, pëse ta ka që këte e dinaj, nashtë ati nuk e mërvesh këtë dynja, e mërvesh në heret. Sa senat ne e marrëm në heret vesh. Zëtë, për qa dita heretit, me dalë sekretet në shesh. Jo me të blesë sëraje, kur sekretet dalin pa në shesh. Pra, s'ka falë Allah vlad këtë dynja, nuk e di pse, më nuva madhërë me sadaka me lutë, pse? Ti vë nuk e di pse. Veç e di që pa do Zoti, fmisën gjanë, edhe di që Allahu vepron drejt dhe është i drejt, dhe askuj zëllëm si banë. Por urtësit sekretet, lej për aheret. Lej për aheret. Ose pëse më fali Zoti më grusë, më fali burë, se kësha mi gjyse. Gjyse kësha, burra kësha një, kësha i gjyse në burrave. Në me ndo grama burra se burrat, e së mu i dërojnë burrat, thëtë o, zëtë ku më fali grusë, më fali burë, se kësha ndreqë në këta. Ty me nuk e di pëse, a të ka zgjidhë me fali gru. Nuk e di. Andaj, kërdrish në heret para Zoti, jo Zoti jam, kur nuk mujt me marrë vesh qëtë punë. A bërë me marrë veshët mesele, Allahu jam. Se këm pas më raksa më kanë gjallë, nuk diti kështë më kalëzu, nuk dita gjevap. Gjevap qetë që më pëshën zemë nuk morra, ama Zoti jam, se ti je i gjithdishëm të bareke o ta'ala. Shkojmë se edhe ashtu kuha pëhecë, thëtë Allahu në vazhdim të bareke o ta'ala, wa ma amruna illa wahidatun, ke lemhim bil basar. Puna jonë është e shpejt sa hap e mbyllë sytë. Më herët tha se çdo gjë ka krijuar. A në psa të ka shumë, hala me forë, ka krijuar, ka përsosur, e ka udhëzuar, i madhi Allah, mënyrën me të përkryer. Dhe çdo krijesë e tina e luan, e kryen funksionin, detyrën, për me të cilën është ngarkuar mënyrën më të mirë që asnjë krijesë tjetër s'mund të kryen si ajo krijesë. Asnjë. La ilaha illallah. Asë një krijes. Nuk mund në lunë rolin, nuk mund në zanë dhe në krijesës tjetër. Ja, s'mundet. Pastaj në vazhdim pra thot, dhe çështja jonë, puna jonë, është të shpejt. Kelemhim bil basar, se mshilet që lësyt. Pra tha kryojmë që ka dojmë, tash pa thot se krijimi jonë, nëse duam të kryojmë diçka, nuk ka nevojë Zoti më ndalë, e me planifiku, e me kujtu, e me studiu, e me këshyë terenin, e me këshyë mundësit. Ja. Po është si kurse, vetëm i themi bëhët dhe bëhët. E këtu ka thonë, si mshil e qil e sytë. Ka thonë, o kriju.
Çka dën Zoti bëhet? Tebarek ve Teala. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Tash prapë pyet drejtohet me kazve dhe pyet thot, ne I shkatruam ata që ishin si ju. Pra ata ishin qëfarë si ju, dhe ata ishin zullumqarë si ju, dhe ata ishin mohus pejgamberve si ju, kundërshtar pejgamberve si ju, dhe ata ishin ndjemëdhej si ju, dhe ata lufton e vlijat Allahut me Allahut si ju, edhe ata mohën ahiretin si ju ishin, ngjajshëm. Ata I shkatruam. Fehel min muddekir, a ka kush që mbledh mend me rëmsim? Pra, nuk dënit me rëmsim ju prej shkatërimit popujve të hershëm, se që I bëm aty nëse I bëm helaq, ata se I bëm helaq, me mbledh mend e më pëndu e të Zotit më këthi para se me bo vonë. Wa kulli shay'in fa'aluhu fi zubur, dhe çdo gjë që bën ata gjendet e shënuar. Pa mos menojnë se Zoti ua harron, ua ignoron apo ua shkalon veprimet e tyre. Krejt çfarë kanë bërë ata jo besimtarë, po edhe jo me kas, po dhe çka vjen deri në kiamet, çdo sen është e shënuar nga melaqet të cilat e përcjellin robin deri të vdes dhe shënin në fitushkat e tyre çdo gjë. U kullu sagirin wa kabirin mustatar, dhe vërtetën këtë në vazhdim, dhe çdo gjë e vogël e madhe, ama sa dhe vogël dhe sa dhe madhe, është mustatar e shënuar. Kjo e shënuar, thuhet e shënuar në fletushkat e melaqeve që shënojnë dhe I rujnal, ose mund të përcjell me shënuar në Lauhul Mahfuz atje, herët atje, në zel, çfarë më herët para se me krijuar tokën dhe qiellin. Dhe në dy ajetet e fundit, Allahu kthehet dhe I përgëzon muslimanët dhe I paralemron e I gëzon se për ta ka përgatitur çka syni s'ka pa, as veshje s'ka ni, as mendja s'ka shkuar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, me të vërtet robërit e devotshëm që kanë besuar Zotin hak, pejgamberin hak, librin e shajt hak, ahiretin hak, kanë kryer farzat e Allahut, ju kanë shmangur haramat e Allahut, kanë punuar për ahiret. Ata do të jenë fi jannatin wa nahar, në xhenete, wa nahar, në lumenj, e që kur të bithët ka për qëllim, lumenjën sekur me herët, lumenjën nga uji, lumenjën nga vera, lumenjën nga qumshti, lumenjën nga mjalta. Fi maqadi sidqin inde melikin muqtadir, në një vend të kënaqshëm. Në një vend të kënaqshëm. Maqadi sidq, kështu e kanë përkthyer ty bendion e shpërkthyer ndryshe asëm. Fi maqadi sidq, maqad është një vend. Sidq është I sinqert, është I mirë, ku kanë thonë dhe lemat në të nuk ka përgojim, nuk ka vujtje, nuk ka frigë, nuk ka sene negative, veç të mira. Inde melikin muqtadir, tek sundusi plot fuqishëm. Pra, nëse je lartë e Allahu, e qysh njeri ka sene të liga atje. A në këtë dynja, me bu me ka nga të mëretit, pas shkën mene për sene të këshia, veç mire ma mirë, të nga të mëreti mo, ku ka ma mirë këtë dynja se nga të mëreti. E Allahu, për thëtë rabët ti të dëvëtshëm, jo në heret nga të meje atjene. Jo një afer meje, në gjenete, duke shijuar të mirat Allahut, I cili është sëndu se çdo gjëje, është I plot fuqishëm, një plotësue dëshirat rabët të ti, që ja ka premtu, madje më dhanë edhe shumë çka që ata as e kanë pa, as e kanë ni, as për të s'kanë dëgjuar. Allahu na bëft prej tyne, ja Rabbel Alamin. Allahu na bëft jetojmë si musliman, e të vdesim si musliman, e të ringjallemi si musliman, e të jemi për atyne të cilët Allahu I futën në xhenet, ja Rabbel Alamin. E I shenjtë të mira që Allahu I ka cekur për ta, e në anën tjetër Allahu na ruaj për kufrit e shirkut, e veprave të kufrit dhe veprave të shirkut. Allahu na ruaj për dënimit varrit, dënimit xhehenamit, ja Rabbel Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Me ka që dhe përfundojmë komentin e surës Al-Qamar dhe insha Allahu Ta'ala e në tjetër fillojna komentin e surës Ar-Rahman. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.